Besimtar të shumtë ortodoks dhe qytetar fjerak kanë ndjekur mbrëmjen e djeshme të premten e madhe të shenjtë, procesionin e epitafit. Ashtu si kundër edhe tradita e përvitshme, epitafi ka dalë në qytet në orën 7:30 nga kisha katedrale Shën Gjergjit, shoqëruar nga dhjetra besimtar të grup moshave të ndryshme. Edhe këtë vit ceremonia simbolike është paraprirë nga banda frymore e qytetit. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit, duke përcjellë në qytet mesazhe paqeje, besimi, shpresë dhe ringjalljeje. E premtja e madhe, e quajtur ndryshe premtja e zezë, është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Krishtit, ndërsa Pashkët janë festa e ringjalljes së tij nga të vdekurit, premtimi i përjetshëm i dashurisë së tij ndaj njerëzve.